Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Dea, për ju që nuk më njihni dhe për ju që më njihni, mirë se u rikthyet edhe në një tjetër video timen. Videot kohët e fundit janë pak të rralla për arsyen që siç e kam shpjeguar në video të tjera, jam në një fazë që duhet bëj shumë gjëra. Nganjëherë nuk mjafton dita me 24 orë, duhen edhe 48 për të bërë gjitha gjërat e nevojshme. Dhe më thënë për të marrë me punën, me kurse, me punën online, me shtëpinë, pastaj me gjithë dokumentat edhe gjërat që janë pas këtyre, edhe me vërtet është shumë e vështirë nganjëherë ta gjesh kohën. Nuk e di se si ja bëjnë mamat me fëmijë të vegjël, po që unë i admiroj edhe ju them një bravo të madhe, sepse pa pas një fëmijë me gjithë të gjëra që duhet bëj, është jashtëzakonisht e vështirë. Sot është ditë e shtunë, edhe ne dolem normalisht si çdo të shtunë bashkë me Claudion për të bërë mëngjesin. Kishte këtu e quajnë Mercato dell'Antiquariato, po që janë pak a shumë gjërat e vjetra, që gjenë gjëra që janë nga koleksionista tip monella ose orat vjetra, gjëra tilla, por mund të gjesh edhe çanta ose shalla, rrypa që janë të firmave të ndryshme, firma të mira edhe që mund t'i merrni aty. Por gjithashtu kishte edhe nga ato që ishin imitime, kështu që është pak e vështirë dhe robi nuk di se cilin shitës duhet të besoj, sepse ne pam për shembull çanta edhe portofole që ishin jo nga Louis Vuitton, jo nga Prada, disa e kishin numrin serial, disa jo, po pastaj një stend më pas shef edhe imitimet, që nuk e di, sepse në teori në këto merkatat kështu në Itali nuk lejohet t'i shesësh, nuk është si në Shqipëri që janë këto shitësit ambulant që shesin imitime gjëra tilla, po nuk e di pse thonë se nuk mundesh, sepse këtu i pash që munden. Edhe gjithashtu ishte edhe zbaracoja e dimrit, këto që i bie tjetë likuidimi i rropave të dimrit, po që si thot Claudio në këto dyqanet e vogla, do me thënë edhe në qose ka qenë 100 euro, tani e bëjnë 150, edhe ta shesin 100, kështu që nuk ishte ndonjë ulje e arzakonshme. Po gjithsesi kishte shumë njerëz edhe shumë lëvizje, ne sa bëm spesën, tani po ju tregoj gjithë gjërat që kemi marrë, se e di që i keni qejf të supermarket haul, edhe ndërkohë që pres Claudion që ka shku të qethet, po ju tregoj se çka ka marrë, edhe të gatuj edhe drekën. Gjithashtu sot që është e shtunë duhet pastroj se s'bën edhe shtëpinë, se duke qenë se gjatë gjithë javës jam me vrap. Okej, një fshes me korrent ose një shtup, po gjithsesi të shtunën duhet t'i hysh kështu me kokë shtëpis, sepse për ndryshe nuk jetohet mrena, edhe vazhdojmë pa humbur kohë. Gjëja parë që kam marrë janë këto krakersat, sepse mu më zëvendësojnë bukën, ka shumë kohë që nuk ha më bukë, ha vetëm nga këto krakersat, ose nga ato taralit që u kam treguar edhe herët e tjera. Pastaj kam marrë domate edhe sallata iceberg. Djathi grirë që nuk mungon kurrë. Kam gjetur këto kapris që më kujtohet kur i sillte goca tezës nga Greqia, edhe nuk e di, do të thënë të zgjojnë ca kujtime fëmijërie disa gjëra, edhe kur i pash javën e kaluar i mora direkt edhe i thash Claudios do i marr edhe këtë javë se s'bën se nuk e di. I marr kështu një nga një pas dite, sepse kur i sillte goca tezës nga Greqia, e maj men, nga që ishim të vegjël edhe normalisht sillte 2-3 nga këto, po këto sa bëjnë as një javë, edhe i haja pak nga pak në mënyrë që mos të mbaronin edhe të zgjasnin sa më shumë, edhe si që thash janë gjithmonë këto kujtimet e fëmijërisë. Pastaj kam marrë këtë bukën që është e gatshme, edhe mjafton ta ngrohesh pak, edhe Claudio e preferon shumë për ta marrë do me thënë në punë, si panine, e mbush me gjitha gjërat që ka qef, edhe rri shumë e mirë, shumë e butë. Këtë e mbaj në frigorifer. Chicken nuggets, që nuk e di se si quhen shqip, po gjithsesi janë të mbushura me spinach. Wurstel pule, Philadelphia, banane, letra higjienike, patatina rustika, që mu më pëlqejnë shumë, këto nga San Carlo janë chef's kiss,
Dhe më thënë pas darke, kur shofim Big Brotherin, ose kur pim një gotë verë, ose për në aperitiv, janë ideale për mu. Biskota, këto i ka qef Claudio, ullet edhe i hanë këshu me Nutella, nuk mund të them që janë të preferuarat e mia, po në herë kur më shkon me një për në e gjatamen, edhe mund t'i ha. Tortini, këto po që janë preferuarat e mia, më pëlqejnë shumë, edhe do mëngjes ha një nga këto. Pastaj janë këto snacks krokante që brenda kanë kikirik edhe jashtë janë të rrethuar me një gjë që nuk e di po që është pikante. Edhe shumë e mirë. Këtu kemi feta gjelidetit që edhe këto më pëlqejnë shumë për të bërë tost ose për të bërë pjadina. Kur i më bëja të mbushjen, i bëj gjithmonë me këto. Qumësht edhe nga këto teket edhe nga këto për kur na duhet të gatuim në gjatë që përmojnë qumësht. Kjo për të bërë sallatë orizi ose pasta freska është shumë mirë dhe kjo më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Kjo kam provu edhe markat të tjera, po Rio Mare nuk ka të krahasuar. Kushton pak, po për mua është më e mira. Pesto rosso që gjithashtu edhe kjo është tepër e mirë. Coca-Cola. Tani do ju tregoj ca budalliqe që kemi marrë. Marshmallows. Snickers. Kam gjetur nga këto kosat që janë tip me probiotik edhe kanë qije të ndryshme. Unë marr këto me lule shtrydhen, pëlqejnë shumë, ndërsa Claudio merr zakonisht, më falni për pamjen, po ishte prish kutia edhe kishin ra gjitha të çanta, po ja u tregoj kështu. Claudio i merr zakonisht mix me boronica edhe me këto frutat e pyllit. Gjëra tjetër janë brioshat me çokoladë. Nga qesën mbaroj. Tani kam qesën tjetër. Peta sfolje të cilat po i fus direkt në frigorifer se gja kanë fillu edhe janë zbut. Buk, karota, edhe patate, oriz, makarona edhe molla. Pastaj kemi erbazzone që është tradicionale e zonës ku ne jetojmë. Të thush ti është si brek me spinaq, jo nuk është si brek me spinaq, sepse kjo peta është më e fortë, më krokante, edhe i spinaqi brenda nuk është se jam fan se e madhe. Claudio si pëlqen, e marrim shumë në mënyrë që ta marrin punë. Unë e kam provu, po nuk e ha kur, nuk më pëlqen fare, nuk e di sepse. Këto barretat me fruta pylli. Kam marrë një krem depilimi, letra hundësh edhe letrat që i mbaj për kur bëj make-upin. Një nga këto bizelet për të gatu supë ose për në ushqim tjetër. Dy nga këto amitat që edhe këto Claudio i merr në punë. Këto patatet kështu që i fus në furrë, i pjeko me në i mishpule, në i bordzol, në i gja, edhe këto tepër të mira. Kam marrë këtë, kjo duhet ju flas pak për këtë. Që kur kam marrë në Itali nuk kisha gjetur diçka që t'ishte tip amita me qershi. Edhe unë vdes për amita me qershi, kam kërku në Roseto, në Lidl. Nuk gjeja kur atë që t'ishte ngjashme me amitën e qershis, derisa te Copi gjeta këtë që është me frutat kuqe pak a shumë, por për përbërje ka edhe qershi, ka edhe lule shtrydhe, edhe nga këto boronicat e kuqe, gjëra të tilla, edhe që ngjason shumë me amitën e qershis të Shqipërisë, edhe unë normalisht nuk mund të rri pa e blerë sa herë bëjmë spesën, sepse është shumë e mirë. Ndërsa gjëra tjera që kam marrë janë këto shampot që unë po përdor kohët e fundit, që janë të Sunsilku, shampo dhe balsami, Head & Shoulders për Claudion. Morëm të Garnierit ta provonim, nuk e di se si do jetë, po nuk e di, nga që thoshte për flok të thatë edhe pa jetë, tham, okej, ta provojmë. Edhe kjo ishte speza, këtu është për një lëmsh, kështu që tani më duhet që ta sistemoj. Se harrova t'ju thoja. E gjitha kjo speza këtu kushtoi 111 euro. Kohët e fundit më duket sikur gjërat po kushtojnë shumë. Sepse mbaj mend kur kam marrë në fillim, speza jonë për 2 persona për një javë shkon të diku tek 70-80 euro, edhe ishte okay. Do me thënë me pije, me çdo gjë,
përjashtojmë detergjentat që blihen një herë në muaj ose një herë në 2 muaj, varet se sa nevojë ke. Po që kohët e fundit speza nuk bie asnjëherë në 100 euro, edhe mendoj se rritja e çmimeve këtë herë është serioze. Njerëz pasi sistemova dhe pastrova shtëpinë, duke qenë se ora shkoi gati 4:30, vendosëm që të vinim tek një dyqan me të përdorura këtu afër, sepse nuk na rrihej në shtëpi, kështu që tham, ok, do dalim ku do shkojmë, në qendër tregtare nuk është se kishim nevojë për ndonjë gjë, kështu që tham, ok, po vim tek një dyqan që është tu afër nesh, nuk kemi qenë asnjëherë më përpara, kështu që nuk e dim tamam se çfarë gjëra ka. Po dim që janë gjëra të përdorura, kështu që do shkojmë të hedhim një sy edhe të shohim nëse do na pëlqejnë ndonjë gjë. Me që sot pastrova shtëpinë edhe e bëra xic, edhe përveç faktit që u lolla, tani nuk dua as ta bëj pis. Kështu që ne porositëm pica për sonte edhe po presim të vinë, ndërkohë po punoj pak në kompjuter edhe sytë e mi janë lopër. Mëngjesi njerëz nga një ditë tjetër e këtij vlogu. Sot është ditë e diel, është ditë e re, siç e kemi ne nga anët tona, ditë e re na fak e re. Edhe ne sapo bëhemi gati që dalim të bëjmë mëngjesin e ditës së diel. Nuk është se kemi planifikuar ndonjë gjë për sot, po gjithsesi të shohim se çfarë do dalë rrugës. Unë u vesha, u bëra gati, bëra make-upin që bëj gjithmonë, shumë bazik. Unë nuk di të bëj make-up tjetër, vetëm këtë që përdor çdo ditë, edhe mund të shtoj tek tok në gjë, jo në penel, jo në të ndysh shumë rrallë. Sot është dita e fundit si kujdestare e macës së komshinjve, kështu që do iki të hedhi ushimin sot, do të tani për herë të fundit, se pastaj do kthehen për narët e vet, edhe të ikim të bëjmë mëngjesin. Dje kur ishim te dyqani me të përdorura, dyqani quhej Euromarket Empoli, për ato që janë në zonën time, ndodhet në Sassuolo, edhe kishte gjëra të bukura, t'ju them të drejtën, po nuk bleva asgjë. Do thoni jo, kishte gjëra të bukura, po s'bleva asgjë. Po, kishte çmime deri diku të arsyeshme, nuk kishte nga këto markat e mira, dhe me thënë që ti pret të gjesh të këtë përdorat, kishte të tipit Terranova, Zara, Bershka, gjaketa me markave të ndryshme, nuk e di tani se s'po më kujtojnë gjitha, po tipit Sisley, çapo ashtë tjetër, Pinko, që ishin me çmime, disi. Po gjithsesi edhe të përdorat i kanë ngritur shumë çmimet kohët e fundit. Fustanet që ishin aty, që shumica ishin nga Zara, nuk e di se si funksiononte, ndoshta marrin atë stokun që ngelet ose diçka e tillë, sepse kishte edhe masa, domethënë nuk ishte vetëm një fustan për shembull masa M, po kishte SML, disa, jo gjitha normalisht, pash një 2-3 fustane që ishin shumë bukur, më pëlqyn shumë, kushtonin diku tek 12 deri në 15 euro, po që nuk i mora se nuk e di, ti marrësh tani atë janë pak më shumë fustane rastesh, jo fix fustane për të veshur për përdita, kështu që thash do bëj një gjirë ndoshta ndonjëherë tjetër kur të kem më shumë nevojë për fustane rastesh ose diçka e tillë, po që gjithsesi kishte gjëra të lezetshme, mua më pëlqyn. Për shembull Claudius nuk i pëlqeu fare, nuk ishte nga ato gjëra që pëlqen të shohi zakonisht kur shkojmë tek këto dyqanet me të përdorura. Po gjithsesi, si që thash, nuk mora asgjë nga aty, po thjesht krijova një ide se si është si dyqan edhe se çfarë gjëra ka, ç'a mund gjej kur të kem nevojë kështu.
Pastaj si që tregova në darkë hëngrëm pizza, sepse përtova shumë që është edhe të gatuja, ndërkohë që po shifnim Big Brotherin hëngrëm edhe pizzat, edhe pastaj asgjë, pastaj fjetëm edhe sot ditë e re edhe të shohim çfarë do na sjelli dita e diel. Zula pak këto të flas me ju, ka pak që kemi ardhur nga jashtë edhe hëngrëm drek. Pasi bëm mëngjesin, erdhëm këtu tek qendra e kësaj qytetës tonë, edhe pam që tek një kapanën i madh kishin bërë një tip aktiviteti ku kishte stenda të ndryshme me rroba, me çanta, me kpuca, aksesor të reja, por edhe të përdorura. Ishte pak a shumë si ajo që ju thash dje, por dje ishte në qendër të qytetit edhe ishte një mix, domethënë ishte si ato tregjet që bëhen për qytete. Kurse kjo ishte e organizuar pak më bukur, pak më lezetshëm, me dekore të bukura, gjëra të bukura. Edhe siç u thash, aty kishte gjëra të përdorura ku njerëzit shisnin gjërat e veta ose ato që janë thrift, domethënë gjëra vintage, të cilat po i rishisnin. Tani kishte gjëra të bukura që ishin origjinale, të tipit çanta Louis Vuitton ose kapele Fendi, bluze Prada, por që kushtonin shumë. Kushtonin jashtëzakonisht shumë. Unë e di që këtyre markave edhe gjërave po ju rritet vlera kohë pas kohe, por në momentin që diçka po rishitet, në këtë rast edhe nuk është e mbajtur aq mirë, cilësia duhet të justifikoj çmimin, për mendimin tim, nuk e di. Ishte një çantë Gucci që ishte shumë e bukur, ishte shumë e mbajtur, pothuajse si e re, me thënë drejtën, edhe kushtonte 400 euro. Domethënë, ti po ble një gjë të përdorur 400 euro. Unë e di se sa kushtojnë pak a shumë çantat Gucci ose Louis Vuitton, por nëse shkon në këto outletet që janë në Firenze, ose është një outlet që quhet Serravalle, që unë nuk kam qenë akoma, po sa kam dëgju nga njerëz të njohur, kështu që mund gjesh Gucci pak a shumë edhe me këto çmime. Ndoshta jo 400, po diku te 500-600 euro mund të marrësh një Gucci kur ka oferta. Tani ta marrësh diçka të përdorur 400 euro për mu nuk ka sens. Ose ishte edhe një shall Burberry shumë i bukur, edhe ai 100 e ca euro i përdorur, ishte prej. Por unë kam qef që këto gjëra që blej tek të përdorat, duke qenë se përdor Vinted edhe Vestire, këto përqitur produkte, kam qef edhe t'i rishes. Edhe nëse unë blej një shall 120 euro të përdorur, domethënë sa duhet ta shes unë atë shallin për të nxjerr fitimin tim, kështu që nuk e di, për mu kjo gjë nuk ka sens. E vetë një gjë e bukur edhe e arsyeshme që ne blejmë ishte një bluzë Prada, tip nga këto bluzat polo me jak, që e mori Claudio, edhe kushtoi diku tek 30 euro, po që ishte në gjendje të mirë edhe ja vlente, domethënë për ta veshur në ndonjë rast ku do të veshësh diçka më klas, domethënë që dukesh pak më ndryshe se sa rroba që veshin për dita. Kam marrë shumë kartë vizita. Këtu kam vetëm 4, po kam edhe të tjera në përçantë, sepse secili nga ata t'jepnin kartë vizitat e tyre, po që unë mendoj se po abuzojnë pak edhe me këto gjërat e përdorura. Sepse është edhe kjo tjetra, se nuk du të bëhem e përsëritshme, po që duke qenë se ishin, domethënë, këto dy aktivitetet të tek qyteti jonë rresht edhe qëlloj t'i shifja këto gjëra, është fakti që te ky aktiviteti, siç u thash, ishte kjo çanta Gucci që ishte me numrin serial, me gjitha made in Italy, dalloheshin qepjet që ishin bëra mirë, bukur, gjitha. Pastaj shkoj në një stand tjetër
edhe shifje një portofol Louis Vuitton, që edhe i bërë shumë mirë, dhe me thënë nuk mundem të flas, i bërë shumë mirë, i qepur super, jo tip si malli turk që marrin Shqipëri dhe shesin Louis Vuitton, edhe kishte numrin serial, po që nuk ishte i gdhendur, ishte i stampuar, po që në momentin që t'jeshe, nga njëra dhe nuk me ndonë, thu, s'ka numrin serial edhe që i ka i vërtet, edhe në një moment ne deshëm ta merrnim atë portofolin, po shqyr zotit Claudio kujtu edhe i tha, janë origjinale gjërat këtu? Edhe shitsi aty i tha, jo nuk janë origjinale, tha, po janë një imitim shumë i mirë. Tani, janë disa gjëra që të bëjnë të dyshor, duke qenë se normalisht unë paka shumë ja kam idenë këtyre gjërave se shoh shumë video në YouTube edhe më pëlqen të informohem, po ka raste kur edhe mund të gënjehesh me këto gjërat, kështu që do të bëni shumë kujdes, sepse kudo nëpër botë po shesin imitime. Në përgjithësi Gucci, Louis Vuitton, që janë të marka tjera shtrejta, se s'po më kujtohen tani gjitha, numrat serial i kanë të gdhendur, jo të stampuar, edhe nuk janë me ngjyra ari o ngjyra silver tilla. Janë të gdhendur tek pjesa e lëkurës, e çantës apo portofolit apo çdo të tjetë. Nuk kanë një ngjyrë, edhe po, që ishte e që doja të thoja, bëni shumë kujdes, sepse ka shumë imitime që janë shumë të mira, duhet ta them shumë të mira që po sillen, edhe me sa duket tani janë të lejushme edhe në Itali, sepse deri para pak kohësh nuk ekzistonte që shiteshin këto gjërat falso kështu në Itali, nëpër stenda, nëpër aktivitete të tilla. Edhe goca që jetojnë në Itali bëjnë kujdes sepse mund t'ju mashtrojnë. Domethënë, ai portofoli Louis Vuitton, tani se më mend se sa lek ishte, po ajo mund ta shesi edhe 300 euro dhe ti e merr për të vërtet, edhe në fund nuk është diçka real, është fake, është imitim, edhe po. Unë më shifni kështu të lyme edhe me vath edhe me kështu, sepse sa po gjërova një bashkëpunim që doja u lë edhe këto që ta shifni, është një bashkëpunim me lente, edhe provova një par, edhe me këto lentet më kishin ardhur një palë ngjyrë blu, si blu deti, edhe unë u dashurova me veten me syt me ngjyrë blu. Vjen shumë i natë që nuk i kam gjatë gjyshit tim që i ka syt blu, sepse isha komplet një njeri tjetër, edhe mu më duke sikur më shkonin shumë. Edhe Claudio më tha që duke shumë bukur pavarësisht faktit që është mësuar më pa me këto sytë e mi, gjysëm jeshil, gjysëm bojkaf, po që ato më shkonin shumë, edhe mendoj se në një jetë tjetër do kem qenë me sy blu. Edhe po, sa e mbarova gjerimin, tani duhet ta editoj, edhe duhet edhe të ulem edhe të lexoj pak për disa gjëra tek kursi edhe tek puna. Kështu që ne do shihemi pas pak. Nuk e di nëse pas dite do dalim apo do bëjmë diçka. Gjithsesi nëse dalim do ju marr me vete. Njerëz në erdhëm ta mbyllim të dielën këtu te sushi, edhe vendosi ky shoku këtu që të vinim, se unë nuk isha dakord, edhe tani po presim që të na vinë porosit, edhe do thoni jo nuk isha dakord, unë isha dakord, se unë vdes për sushi, po lash Claudion të vendoste këtë herë, edhe tani jemi këtu, edhe po presim porosit.